Rama dashur miq, ja ku jemi natën finale të Big Brotherit kampionëve. Sonte banorët janë që të gjithë ftuar te pallati i kongreseve, ku do të ketë një spektakël me Rabana Osmarin. Përshëndetje të dashur teleshikues dhe mirë se erdhët në finalen e madhe të Big Brotherit të kampionëve. Unë jam Osmana Arbani dhe me mua janë të gjithë finalistët e këtij edicioni. Ç'kemi çuna? Osmana, mret. Ç'kemi Mourinho? Sa e bukur ke kapelja? Sa e ke kap të kostumin? Në kostume ka marrë me klerin dhe roba qepsi Joni Peçku. Si pas pendimit tënd, kush mendoni se e fiton Big Brother? Sigurisht që unë. Po edhe po se fitova unë, mjafton të mos e fitoj kë kurva këtu. Se për ta moshë nga puna mu. Mi dhe gohen me rrotkari se ta futa lapën bëz, që karin thash. O Arbana, do t'i folësh ti këtij apo të çojë mund në komë të lem nom, dalin në përlajme tash. Koka të hëngshi, kalim tek Modrici. Ke zjatur flokët prap ti djal? Po, desha të mbuloja këto tatuazhin. Ua, këtë tatuazhi fiksi i Ledionit. Prandaj e ndrova, se më thoshin dhe gjithë ke kopjuar, po unë nuk kopjoj njeri, jam vetvetja. Masara që edhe lojtari më imi në botë. Pse kopjono i qiva i tëm? Kush kopjono shurat mut? U bërë atjo gjuq pa gjuq i mut. Ta vrasdi i qitë tëmën për zotë. Do më ruar tope dhe Big Brother nuk da fitoj. Po Fellainin e ka parë njëri? Po, vajti të shkurton të barsetat, të Pogbaja. Futa i pjastër se ishin bë flokë si te lenësh. Shive si ka dalë. I vetmi nga lojtare që si është ndirë zëri këtu në Big Brother ka qenë Kevin. Tu bëft Osmana, të përshëndesësh njëri? Mamin time. Në rregull, ka njëri tjetër që do të përshëndesi mami këtu. Po, besa, po! Qyshe? Unë zonja Eni, du me përshëndet Vera Grabockin me një këngë të Ylli Limanit. Ne unë e Po ti lani. kush je? Unë zonja Eni jam vllai i Haxhës Arit dhe ka marrë të them që Ari do vonohet. A mundet me zvencu? Vllai ma thot që nuk lejohet kjo gjë. Prandaj kris bythën dhe dil për jashtë. Zonja Eni, po më bën me hum respektin që kam pas unë për ty. Kupton? jashtë. Ti e mirë se po nuk e fitoi Ari këtë Big Brother, unë ka për ta djeg këtë vend 3 herë. Qisha nanë motër. Hajde në përpiq këtë No, semës jo. not qisha rëp. Ua, çfarë kafshë o zot, çfarë njerëzish që ekzistojnë, ha? Tani, kam një pyetje për të gjithë çunat e Madridit. Kush mendoni që është më i miri? Unë. Ta bëj më mirë kush është më i fort. Kush ka byll dali me mu tek për tek t'ja shkërdhej ligamentet. Kur doj kari, unë ty ta thus nga shalët edhe natë, kur doj bytha ty. Qepe se i thash dashnor Dikos këndë këngën e bananes. Na fike derën re. Tani, me që është nata finale, Salah dhe Ramiz, kërkojnë i falje njëri tjetrit dhe prishën imagjin live këtu për mua. ta bëj për ty Osmana se t'kam fiksim. Salam fal. Më falë dhe ty Ramiz që se që m'janë krujt koqet i kam krujt me duhet e tuja rëpt. Mos! Jep. Pra si që shikoni, është shumë e vështirë për të zgjedhur një fitues dhe një humbës për këtë natë finale spektakolare. Prandaj ne kemi kërkuar ndihmën e një opinionisti me famë botërore. Selçuk Curi! Merhaba Selçuk! Zoti Curi, kush mendoni se duhet ta fitoj këtë Big Brother? Del barasin. Që nga X, që ja motrën. Pra me që nuk kemi një fitues për këtë natë, do ta mbyllim këtu spektaklin. Pa prit pak, Ari ku është? Po prape nga trove rrugën në të qift të gomari Karimutit, nga po në shpije. Qia rop të ora 3 dhe po vajt në dudushin do gjejmë. Unë e dishe se ishim ke ure limuzirdi, ato e pas ka ndryshu në minutë funit. Tam pisa tam. Kush vjen i fundit albeti? O, i kari. Nga kari po vete ky kari. Po kjo s'ka nga Vile Zogut. Vila Satom, ky është ka pas i ardë me kardeti. Unë jom Azar Dreqa dhe në zemër ju kam, ju rujt zoti. Ky ishte edhe Big Brother i kampionëve për këtë sezon. Ne bashkë do të rishifën e përsëri në sezonin tjetër. Të me thënë të shi afer, prap, se ne ngull shkull këtë punë kena.